Një ngjarje e rëndë ka ndodhur gjatë natës në Selenic, ku ka humbur jetën një i moshuar si pasojë e zjarrit. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2:50 në fshatin Lapardha, ku 85 vjeçari K.A. është gjetur i pajet nga familjarët. Sipas policisë, nga veprimet e para hetimore dyshohet se ka humbur jetën si pasojë e asfiksisë nga tymi i shkaktuar nga një zjarr aksidental i rënë në banesën e tij. Sipas informacioneve paraprake, i moshuari kishte ndezur një qeri në banesë, i cili dyshohet se ka rënë mbi batanien e tij, duke shkaktuar zjarr. Si pasojë, banesa është përfshirë nga flakët dhe 85 vjeçari është djegur plotësisht, duke humbur jetën nga asfiksia dhe djegjet. Në momentin e ngjarjes ai jetonte së bashku me djalin dhe nusen e djalit, por ata nuk ndodheshin në shtëpi, pasi kishin dalë për të kujdesur për bagëtit. Vijojnë veprimet hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje. Njoftimi. Sot rreth orës 2:50 në fshatin Lapardha Selenic është gjetur në banesë nga familjarët i pajet shtetasi K.A. 85 vjeç. Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se ka humbur jetën si pasojë e asfiksisë nga tymi i shkaktuar nga një zjarr aksidental i rënë në banesën e tij, njofton policia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.